Përshëndetje të veplaku. Sot duhet të ndaj me ju një histori. Një histori që me ka shoqëruar gjatë gjithë jetës time. Historinë e asaj që me ka ndodhur mua dhe babait tim para më shumë se 50 viteve. Kur ua tregoj të tjerëve, shpesh qeshin. Ka dhe të tjerë që besojnë, por shumica jo, ndërsa unë, frikën e asaj nate, s'do të harroj derisa të vdes. Kështu që ju lutam besës time t'ju a dërgoj ju dhe ta postoni në kanalin tuaj. Ju faleminderit shumë. Gjatë viteve 1950, familja ime jetonte në një katon të qetë midis Krujës dhe Tiranës. Merrshin me buqësi. Në shtëpi ku jetonte babai jetonin xhaxhai im me grua dhe gjyshi. Kurse në vitin 1955, babai im u punësua në kombinatin e tekstilit Stalin në Tiranë. Pagat nuk ishin të këqija, por në atë kohë i duheshin gati 3 deri në 4 orë udhëtim çdo ditë që të shkonte deri në Tiranë dhe të kthehej mbrapa. Filloi si punëtor i thjesht, duke paketuar malin. Punonte shpesh në mëngjes, ndonjëherë edhe në mbrëmje. Pas një kohe, gjendja në familje u stabilizua dhe babai kaloi të punonte në repartin teknik. Kurse në vitin 1960, babai u martua dhe 5 vjet më vonë linda unë. Shtëpia në fshat nuk ishte aq e madhe. Xhaxhai kishte 2 fëmijë dhe kështu u bëm 8 antar, kurse në shtëpi kishim vetëm 2 dhoma gjumi. Gjyshi flente çdo natë në dhomën e ndenjës. Ishim shumë ngusht. Por kur i mbusha 7 vite dhe hyra në klasë të parë, për fat të mirë, kombinati i siguroi babait një banesë afër punës. Ai e pranoi, por fillimisht nuk donte të shpërngulej nga fshati. Megjithatë, pas pak kohe, nëna e bindi babain dhe jo që kishte ndonjë zgjidhje tjetër më të mirë. Dhe sapo e bën gati banesën, u shpërngulem. Ason nuk mund të mësohesha me jetën në Tiranë. Në katon më rrinte mendja. Dhe me nxisprisja të shkoja, kisha lënë plot shoqëri atje dhe djemtë xhaxhai që ishim rritur bashkë dhe i kisha si vëllezër. Por babai gati çdo fundjavë shkonte në fshat. Kishte të gjitha ato kujtime që ai nuk mund t'i linte pas dhe unë sa herë që shkonte i lutsha të më merrte me veti. Kurse nëna edhe ajo filloi punë në kombinat, herë vinte herë jo me ne, sepse punonte dhe lodhej, duke u kujdesur edhe për punët e shtëpisë në fundjavë. Rruga deri në fshat ishte e gjatë, e mundimshme, duheshin 2 orë për të mbërritur. Merrnim autobusin nga Tirana deri në një pjesë të rrugës, kurse pjesën tjetër e bëjshim në këmbë. Kur mbritshim në fshat, pothuajse nuk ndalsha as një minutë, vetëm luajsha dhe dilsha me shok, kurse në Tiranë ishte jeta ndryshe. Dhe një ditë dhjetori, babai në një fundjavë mori një javë pushim nga puna. Ishte e premte ajo ditë. Erdhi për të pushuar dhe fjeti 3-4 orë, por pasi u çua vendose të niseshim për në katund. Ishte dimër i ashpër. Në Tiranë binte shi, i ftofti dhe era përplasej në përdritare, por ne u nisëm pa hezitim. Mora një xhaketë të trashë dhe shkuam drejt stacionit të autobusit. Autobusi u nis, ishte plot punëtor që po ktheheshin në shtëpitë e tyre. Por sa më shumë largoheshim nga Tirana, aq më shumë moti ndryshonte. Dikun nga gjysma e rrugës shiut filloi të shtohej bora. Fillimisht disa fije të holla e pastaj më të dendura, derisa pamja jashtë filloi të zbardhej plotësisht. Pa pritur, autobusi u ngadalsua. Shoferi provoi disa herë të ecte më tej, por rrotat i rrotulloheshin në vend. Bora bëhej gjithnjë më trash. Pas pak minutash autobusi u ndal krejt. Nuk mund të lëvizte më. Dhe babai më pa drejt në sy dhe më pyeti: "Çfarë të bëjmë? Kthehemi mbrapa apo ecim në këmbë deri në katon bir?"
Isha vetëm 12 vjeç. Rruga që na ndante nga fshati nuk ishte e shkurtër. E dija që do të na duhej të ecnim një pjesë të gjatë në Borë. Fryma aftoft me priste fytyrën ndërsa shikoja përreth. Shoferi dhe pasagjerët dukeshin të shqetësuar. Nata po afrohej, Bora po binte gjithnjë e më fort. Por on doja të shkoja në Katund. Atje sa herë binte Borë fëmijët dinin jashtë dhe bënin topa bore, gëzoheshim si të ishim në një botë tjetër. E vetmja gjë që mendoja ishte, e sa bukur do të jetë Bora atje. Pa u menduar gjatë i thash babait: "Babi, duhet të shkojmë tek gjyshi." Babai i mori frym thellë, shikoi një herë rrugën e mbuluar me borë dhe më tha: "Mirë atëherë, hajde dil nga autobusi dhe ecim." Dhe aty filloi gjithçka. Në fillim, kur dolëm nga autobusi, ishim rreth 10 veta. Bora binte ngadalë, por sa më shumë ngjitshim drejt malit, aq më e dendur bëhej. Secili nga udhëtarët kishte rrugën e vet, dhe pak nga pak njerëzit filluan të largoheshin në përshtigjet e tyre. Pas pak mbetëm vetëm unë, babai dhe një burr tjetër, që po shkonte në një fshat më tej. Ecëm të tre për disa minuta, derisa rruga u nda në dy drejtime. Aty ai burri ndaloi, na përshëndeti, por pastaj ju kthye babait i shqetësuar duke e pyetur: "A do t'i bini nga rruga e Manit sonte?" "Po, andej kemi me shkua. E kemi me shkort." "Po, ajo rrugë është larg dhe e rrezikshme natën. Njerëzit nuk kalojnë andej. Ke dëgjuar ç'thonë për atë rrugë dhe atë vend?" E pash babain ta shtrëngoj një qese që kishte në dorë, por zëri i tij mbeti i qetë. "Leri ato pralla të vjetra, miku im. Kemi ecur gjithmonë andej nga ajo anë." "Mirë, në rregull, ti e di punët e tua, por vaj djalin fort për dore, mos e lësho deri në fshat. Dhe nëse doni eja flini tek unë sonte, në mëngjes vazhdoni rrugën sepse andaj ndoshta ka por edhe më shumë." "Faleminderit, por duhet të nxitojmë, mos të na zër mes natën në mal. Natën e mirë." Burri na uroi udhë të mbarë dhe vazhdoi në anën tjetër, ndërsa unë dhe babai mbetëm vetëm duke u ngjitur ngadalë në një pjesë të pjerrët të malit. Hapat po bëheshin gjithnjë e më të lodhshme nga dy bora. Teksa ecnim, e pyeta babain: "Ç'është ajo rrugë e Manit?" Ç'deshi të thoshte ai burri. Babai me kapi dorën fort dhe më tha: "Nesër ta tregoj kur të zgjohemi. Tani ecim se kemi kaluar atë pjesë." Por nuk kishim kaluar. Ai e dinte, më ke njeu që të mos friksohesha. Rruga sa vinte e ngushtohej, era shkonte e vinte dhe na përplaste borën në fytyrë. Pa pritur, shumë larg por qartë u dëgjuan ulërimat e disa ujqërve. Babai u ndalua për disa sekonda, pastaj me mori dorën më fort, aq fort sa gishtat mu mpin. Syt ju ishin zgjeruar, nuk e kisha parë kur babain tim të trembur ashtu. "Ec bir, mos u ndal", më tha babai, por zëri i tij i dridhej. Ulërimat vazhduan, tani më afër, herë në të majtë e herë në të djathtë, sikur na ndiqnin në errësirë. Prika më ngjit në stomak si akull i ftoft. Ishim rreth gjysmore larg nga fshati dhe bora u ndal plotësisht. Tani e kishim pak më të lehtë të ecnim sepse e shihnim rrugën më mirë, por diçka tjetër ndodhi. Mes fishkëllimeve së erës fillova të dëgjoja zëra të ulët, sikur dikush fliste, as me zë të ulët e as me të lartë. Herë me thërriste mua e herë babain. Dhe çuditesha se kush na thërriste në emër dhe nga i dinte emrat tonë. I
Thash babait me zë të ulët se kush po na thërret. Ai nuk u përgjigj, vetëm nisi të ecte më shpejt, po thuaj duke me tërhequr zvarr. Zemra ime rritë gjithnjë më shpejt, nuk qaja, frika më kishte ngrirë trupin. Kur arritëm pranë një trungu të madh të tharë, aty ndodhi ajo që nuk mund të haroj, derisa të vdes. Para nesh, pa paralajmërim, u shfaqën dy dhi, por jo si dhi të zakonshme. Njëra ishte plotësisht të zezë, sy të kuq për typej dhe si kur qeshte. Tjetra e bardhë si bora, me brirë të përdredhur, të gjatë dhe të mprejtë. Babai u ngri në vend, fetyra i humbi ngjyrën, nuk dinte të ecte përpara apo të kthehej pas. Më mori në krah dhe me përshpëriti. Mbylli syt tani. I mbylla, por zërin e dëgjova qartë. Një zë që nuk ishte as i njeriut e as i kafshës. Nuk dija se çfarë dhe nga vinte ai zë. Babai më shtrëngoi me fort në krah, por nuk mund të rria pa hapur syt. Dhe kur i hapa syt, duke me mbajtur babai në krah, aty pash dhinë e bardhë që ndaloi të zezën që po na ndiqte. Pastaj babai me përshpëriti që t'i mbyllja syt përsëri dhe vazhduam të ecnim. Por pas 10 minutash, pam shtëpitë e para në fshat. Babai i lodhur me ulni në tokë dhe me tha: "Hajde tani mbërritëm fare Zotit mirë." E falenderova Zotin që kishim mbërritur shëndoshe mirë, por që nga ajo natë, babai nuk ishte më kurrë si më parë. Ndryshoi komplet. Ishte i lodhur, çdo natë kishte ankth që nuk e tregonte. Ndihej çdo herë kur dëgjonte diçka të pazakontë. Kur mbërritëm në fshat, ason nuk dilja për një kohë të gjatë, as ditën e lejmë natën. Frika më ndiqte derisa u rrita dhe edhe sot trembem kur eci në vend të errëta, ku nuk ka drita. Ajo natë na ndryshoi jetën për gjithmonë, mua dhe babait tim. Me vonë kur u rrita dëgjova për atë vend 5-6 tregime të tjera nga njerëzit të ndryshëm që u kishte ndodhur, pjesë e të cilave isha edhe unë tashmë. Nëse nuk do të më kishte ndodhur mua, nuk do ta besoja kurrë nga të tjerët. Kurse tani në fund duhet ju pyes juve, a besoni se gjithçka ndodh realisht apo është thjesht një perrall nga e kaluara? Na tregoni në komente. Faleminderit që na ndoqët dhe mos harroni të bëni like dhe subscribe kanalin ton, TV Plaku.